e bërtimat. Optimizmi, sjellja e mirë, fjalët e mira, fjalët e buta. Ajo që arrihet me maturi, me butësi, asnjëherë s'arrihet me ashpërsi. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Brenda Kur'an nuk është kush me kry një hatme, e me, për shembull, me u lavdru, filan ditën, filan orën dhe përfundum hatme brenda namaz të akşamit, ja si qysh është përndajnë shumë. Në rëndësi është atë që lexon me lexuar me meditim, rrjedhshëm, tjerë të më kënaqsh për leximin tonë. Jo sepse e ki zonën e bukur, po sepse lexon mirë, rrjedhshëm edhe leximi depërton zemrat atyre. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Kjo po vjen çto shkurtimisht. Alim an se yakunu minkum marda, njerëzit dohen grupe. Për mësimeve që e marrëm këto vëllezër është kur të ngritni në hutbe, nuk mundesh me ju fol intelektualëve sikur si ju flet atyre xhamatlive thjesht. Nuk mundesh me ju fol trive ashtu si flet plezhve. Nuk mundesh me të njëjtën gjuhë, me të njëjtën artikulim i fol njeriu që është fillestar fe, në namaz, në kërkim dijes, sikur sa ti që i ka bërë 10 vjet, 15 vjet. Pa nuk është qëllimi vetëm që atu dohen në grupën kuptimin e llojit, ata dohen në klasa edhe në mundësinë e perceptimit e kapjes së ligjëratës, e ligjerimit, e këshillës, e drejtimit veçantë e konkret atij. Wa akharun yadribuna fil ard. Nuk mundesh atij që vjen për ore me i fol për filozofi, me i fol për skolastik, e për ndarjet të kësaj gjëje, asaj gjëje. Prandaj ka ndodhur tek pejgamberi alayhis salam ka ndodhur ta njerëz që kanë qenë nomad, beduwi, që kanë punu orën, e s'kan pozak më mirë me mesele, që ka thonë Ibn Qayyimi, Ibn Hazmi e tjerë, që kanë shku libra, për shembull Ibn Hazmi ka jetu në pallat vëllezër. Ai ka qenë pasanik, ai ka qenë milioner. Ai s'ka pasur me menu për risk. Ai ka qenë domon njëri që të njëjtën domon sa i përket anës materiale ka po të sigurume. Që s'ka menu pastaj. Po haruni dribune fil ard. Ato të tik vinë njerëz që punojnë orë, ata s'kan as gjë të bëjnë me dijen, me leximin e me librat. Ati jep një këshill, andaj pejgamberi kur njëri ka vetë, çilla punë më mirë, ka thonë gjuha jote me konë njom, me përmendjen e Zotit. Atje në arti s'ki mundsi me shil Kur'anin e me shil, çka ka thonë dietar. Përmendë Zotin. Po na përmendë Zotin. Kjo puna me ali që mund të bëj, jep të gjunë min fadlillah, i kërkoj mirësitë Allahut mandum. Wa akharun yuqatiluna fi sabilillah, dhe ati mujahidi nuk mundesh me ja përmend ti vlerën e memorizimit të Kur'anit. Se unë e përdisha, se sa faqe është kjo, se sa faqe është ajo. Aja ka vlerën e vetë. Puna me mirë për atë është lufta në rrugën e Allahut më dhumë. Wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Wallahi, ajo është punë me vlerë. Ai gjak që derët në Palestinë, një pikë gjaku që derët atij është më me vlerë se këto hatmet e këto ligjërata që i bojna. Wallahi mundu të vende turp që njëri prej aty luftëtarëve, qoftë arab i huj, që lufton palën e muslimanëve atje, më po duke ligjëru këtu. Wallahi unë vjet turp. Sepse e vetëm një rrugë për shlirimin e atij vendi është ajo që bojnë ata. Jo natyrë. As pa pak kjo. Faqra'u ma tayassara min. Prap Kur'anin. Pra asnjëherë nuk duhet me lan atë anash. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Pra ka disa njerëz që edhe kur e lexojnë, në fakt i dalin kafshi atij. Se lere mo natyrë. Pra ajeti ka këtë kuptim. Pra ka disa njerëz që e lexojnë rrjedhshëm, duken njerëz Kur'anit, bashkë ata janë kundër Kur'anit. Se mos flasim për neve që nuk e lexojmë, e meditojmë, e punojmë mish. Kjo jetë s'ka të bëjë hiç për neve, për neve janë disa jetë të tjera. Ja Rabbi në qawmi dhe i bën ja Rabbi ankohet të Zoti vet. Se s'ka diçka ndora, ajo sulja Furqan e sulja Mekës. Ato ka tira dispozita e tjetër çasti. Wa aqimus salat, edhe falë namazin, ngrit në namaz, përsas në namazin. Madhështon në namazin. Jepni vlerë namazit. Jepni pesh namazit. Jepni arsye namazit. Bëne institucion namazin. Jo shkeleshko, jo as më pak, kënë fund çështje juridike. Wa atu zakata, ndone pasunin në mënyrë të drejtë, mos i harroni ata që kanë nevojë për juve. Klasat që janë me në nevojë, mos i harroni, mos i anashkaloni. Kujdesuni për ta, pyetni vazhdimisht. Pasurinë që ta ka jap Allahu mandum, mos të bën asnjë arrogant. Wallahi në moment që kanë jap pasuri. Një smundje e vogël edhe komplet harron. Andaj Allahu kur e përmend gjendjen e Abu Lehebit në Kiamet thot
ma aghna anhu malu. Pasuninë e madhe që e ka pas ato terminalet, ato jahtet me kohën e sotit, ato veturat, ato mediat, ato teshat e mira, ato kollaret, ma aghna anhu malu. Kur gjus i kanë kry punë. Asnjë grims nuk ja kanë e zvoglu dënimin, ose paksu dënimin. Wallahi, do të përballet me dënim ma ditën e kiametit. Se ka qenë kokë, ka qenë prers, ka qenë shembull të tjerëve, fatkeqësisht është bërë shembull për të keq. Wa aqridu Allah qardan hasana, gjithmonë i binu që Allah ka më shpërblim. Çdo sen që lëm për hir Zotit, Allah ka më shpërblim. Kur mos u dëshpëro, kur mos e humb shpresën, kur në asnjë moment, në asnjë çast, edhe nëse të vijë vdekja, mos ki mendim të keq për Allahun më vonë. Gjithmonë urje menimin e mirë, edhe gjithmonë dije që ai do të shpërblej. Shpërblimi i Allahut vëllezër mas poko është ajo ana materiale. Momenti kur ta jap ndjenjen, emocionin, afërsinë, qëndrueshmërinë, kauzën, idealin, shërbimin ndaj popullit, e kështu me radhë, vallahi kjo është ai lloji më i mirë shpërblimit të Zotit ndaj teje, për punën që e ke bërë. Edhe shpërblimi më i mirë është me ta mundsu me qëndru çat rrugë, me shërbi popullit, me qenë shërbitori i tyre. Ma tuqaddimu li anfusikum, edhe keni fund çka do të bëni për veten e keni. Zotit syhim kur gjën puna ja. Kur gjë dobi, kur gjë Zotit as më shumë, as më pak nuk jepni. As nuk ja shtoni, as nuk ja paksoni. As nuk ja ngriti më shumë fuqinë, as nuk ja uli. Ata që bojnë Palestinë, vallahi na i lavdrojmë pikërisht për shkak se i qëndrojmë besnik kauzës. Në moment që elçon atë rrugë, bojnë kompromise, vallahi edhe në sytë tonë, edhe në sytë e armiqve e humbi vlerën. Wallahi ata edhe në sytë e armiqve kanë peshë. Ata e thojnë me gjuhën e tyre, ta njerëz janë të papërshkrueshëm. Mënyra se si po na bojnë ballë, nëpërmjet imanit, qëndrueshmërisë, mos lëshimit të në kauz, edhe në parimet bazë, është habishme edhe për neve. O ma tuqaddimu li anfusikum. Emri i bennes ka peshë, shkak se është vrarë duke mos lëshu në këtë rrugë. Wallahi kur nuk do ta përmendin benën, Zoti më shëroft edhe tjerë si ai, nëse nuk do të qëndronin besnik kauz deri në fund. I po vëllezër, kjo që ka po flasëm prapë, do të mbyten turp sigur ata të më shikonin mua. Sepse kjo është e lehtë, të veshësh në kollare, në këmish, e të veshësh të flas njerëzve këtu. E don qëndrueshmëri edhe shumë durim, përveç se formim paraprak. Tajiduhu inda Allahi huwa khaira. Dashur këtë botë nuk e arrin fitoren e shqirimin, s'përmendet emri, nuk merr rrugë veteranit, ama tek Allahu manduar ki shumë peshë. Unë mendoj shpërblimi më i mirë atyre është në ditën kur takohen me Allahun. Edhe bën edhe tjerë ata luftëtarë që s'ja njohëm as hemat që kanë vdekur në Palestinë, që vdesin për ditë me ata fëmijë, me ato motra tona, nana tona, të pafajshme të cilat vritën për ditë në mënyrë tinzare nga dora e atij okupatori. Astaghfirullah, edhe në fund si e përmbyll Allahu surën përkundër këtyre këshillave, mësimeve, orientimeve, falas, pa pas nevojë me hap. Ndonse mundemi me ju ndrume të tjerë, astaghfirullah. Kërkoni Allahut falje, pas do namazi, pas do pasurie që jepni, pas do ngjime, pas do ndime që e bani, pas do lufte që e zhvilloni, pas do sakrifise që jepni, astaghfirullah. Prapë jeni të mangët. Prapë janë në raport me mirësitë e Zotit, me pesë që ka jap Zoti shumë e vogël. Bile skrasohet, bile është hiç, asgjë. Mirë po Allahu e ngrit e madhështon për shkak të qëndrueshmërisë. Inna Allahu ghafurur rahim. Allahu është edhe falës, edhe mëshirues. Le të thotë kjo piknisja ju nda vet. Qëto Allahu po jep mësimin e fundit duke qenë ai ende vet, ende pa u bë publik. Inna Allahu ghafurur rahim. Allahu me ty ndonse shumë ke bërë lëshime gjatë rrugës. Inna Allahu ghafurur rahim. E tash ja ju mudathir ti bënë çështo me njerëz. Kujtoje kur Zoti të ka përzjedh, e të ka ngrit, ke qenë domon njeri pa peshë, kuptimin që nuk e ke pas atë vlerën. Edhe tek ata që do të vinë pas, e që nuk kanë zotit, e s'kan pa, e s'kan lajt me ty, as nuk e din kush je. Allahu të kap shumë madhështi. Inna Allahu ghafurur rahim. Çështo bënu me tjerë. E tet ke piknisja e raportit tën mas pari me bashkëshortën tonë, me familjen tonë, me ata që nuk çojnë. Edhe me ata që në xhami e tani normalisht edhe kur bash pres. Ja el mudathir, o ti që i mbulum, o ti që i ende i pamëmendshëm, o ti që ende po të pëlqen pak me najt nga sportit, e kështu me radhë, ngritu thirrni njerëz apo me butësim shih. Mos merr gjumë episodit. Mënyrë që sa më shumë njerëz më afro kafeja e Zotit, ka e mira, ju shërbyj atyre, mos me hik për kur gjë. Mos me pas asnjë mungesë shtëpi.
nga ato gjërat elementare deri tek ato më të rëndësishmet që është shkollimi, arsimimi, e shëndetësia e kështu me radhë. Cilat mungojnë shumë tek vendet tona, që vallahi na dhem shpirti kur i shohim fëmijët tanë e familjarët tonë që ikun e emigrojnë e atë vend e kemi lanë shkret. Shtëpia kemi ndërtu, mirë po shumë pak për neve kanë qef me najtë ato, sidomos gjatë dimrit. Për shkak se si kemi afër ata njerëzit që i dojmë mas shumë ti. Me kash po jap fund të suirës surës Muzammil, me shpresën që me lejnë Allahut mandum takomi në surë tjera. Deri atëherë ju rujt i madhi Zot, falënderoj nga zemra për çdo ndihmë, respekt, e kritik, e na takov Zoti për hajrësi. Faleminderit shumë. Selam aleikum.